komisionit. Po, Marsi. Sonila, më dëgjon? Të dëgjoj shumë mirë. Mund ta kemi tani një prononcim nga kryetari i komisionit. Jeni kryetari i komisionit këtu apo jo? Po. Këtë ma konfirmoni, nuk ka nevojë për një shkresë drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sepse pamet nga syri televizion dhe nga prononcimi që patëm në një qendër votimi ishit pikërisht ju që drejtoheshit si përfaqësuesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Mund ta sqarojmë publikisht këtë? Po, mund t'i drejtori Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për çdo vazhdoni të thoni që jeni përfaqësuesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? Jo, jam kryetari i KZZ-s, numër 28 në Kamës. Po në qendrën e votimit çfarë kërkonit jashtë qendrës votimit? Kryetari i KZZ-s, si dhe çdo antar i KZZ-s, mund të dalë dhe të kontrollojë në çdo qendër votimi për të gjatë gjithë kohës jashtë qendrës së votimit bashkë me punonjës të administrativit. Kryetari i KZZ-s del dhe kontrollon për mbarvajtjen e votimit në qendrat e votimit. Vazhdoni të thoni që jeni në lishmëri të plot në atë se çfarë keni bërë sot në qendër votimit gjatë gjithë kohës me punonjës tjerë të administratës për të orientuar qytetarët. Për të orientuar qytetarët? Po, sepse partën nga denoncimet. Kjo është ajo që thoni ju. Nëse ju arrini ta vërtetoni këtë gjë që kryetari i KZZ-s ka orientuar qytetarët, vazhdoni. Në të kundërt, kryetari i KZZ-s për këtë deklaratë që ju po bëni do të ndjekë gjithë hapat ligjore, se kjo është një deklaratë e pavërtetë dhe keq informuese për më tepër. Nuk është keq informuese. Faleminderit. Sepse ne kemi marrë denoncime, unë thjesht po ju bëj një pyetje. I keni orientuar apo jo qytetarët? Keni qëndruar apo jo me punonjës të administratës publike jashtë? Kryetari i KZZ-s Kamës në radhë parë nuk është nga kjo zonë. Okej? Dhe nuk ka orientuar asnjë qytetar. Nëse ju arrini të vërtetoni, keni të gjithë drejtën ta ndiqni në rrugë ligjore. Kryetari i KZZ-s Kamës, zoti Eni Bistri, që jam unë, do të ndjeki të gjithë procedurat ligjore ndaj jush për këtë deklaratë keq informuese që po i bëni publikut. Faleminderit. Jo, më nuk është deklaratë. Marsi, je duke renditur faktet, Marsi. Sepse jemi shumë të lodhur. Sigurisht që jam duke renditur jo vetëm faktet, por edhe denoncime të bëra nga qytetarët dhe nga jam e bindur që pas 5 minutash kur t'i shkruaj në kryetarit të komisionit një pyetje. Marsi, se ka një problem. Marsi, ka një problem, se po sillen me gazetarët në të zgjedhje në